Neda Balluku ka qenë së fundmi në qendër të vëmendjes së medias roz, pasi ka pranuar publikisht se martesa e saj 15 vjeçare me Ogrenin ka marrë fund. E ftuar në emisionin Goca dhe Gra, një intervistë e parashikuar prej kohësh, ajo foli hapur për divorcin dhe librin e saj të ri i dashur Ti e Trap. Në studio, Neda u ul pranë Rozana Radit, me të cilën ka pasur përplasje të forta gjatë Big Brother VIP, çka e bëri atmosferën dukshëm të tensionuar. Rozana e pyeti nëse botimi i librit përkoi me publikimin e divorcit për arsye marketingu, por Neda e mohoi duke theksuar se jeta private nuk është lojë dhe ajo ditë ndaj profesionin nga familja. Pyetjet vazhduan me ton sfidues, ku Rozana e vuri në dukje kontradikte mes faktit që Neda merret me një program dashurie si përputhen, ndërsa vetë po kalon divorcin. Neda u përgjigj se autorët nuk u mësojnë të rinjve si të dashurojnë, por thjesht pasqyrojnë mënyrën si dashuron brezi i ri. Debati u përshkallëzua ku Rozana e pyeti nëse Neda do të vazhdojë të mbajë mbiemrin e ish burrit. Neda e quajti pyetjen llaf e grash, duke nënvizuar se ka një kufi mes bisedave serioze dhe thashethemeve. Përplasja përfundoi me replika ironike nga të dyja, duke rikthyer energjinë konfliktuale të Big Brother.